Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. U njoha me një biznesmen në disko i cili më ndryshoi jetën. Unë quhem Entela, jam ajo vajza që vjen nga një qoshe e harruar e periferisë së qytetit. Në shtëpi kishim një frigorifer që gumëzhinte më shumë se sa funksiononte. Një xhak që merrte frymë më rënd se babai im i sëmur dhe një nën që her pas here më thoshte: "Mos ëndërro kot, është lodhja më e keqe që i bën trurit duke ëndërruar me sy hapur." Por unë vazhdoja të ëndërroja. Ëndërroja dritat, muzikën, njerëzit që dukej sikur ecnin në përjet pa pasur frikë nga e nesërmja. Nata që ndryshoi gjithçka ishte pikërisht një ditë e shtunë, kur shoqja ime Arlinda më tërhoqi me zorë dhe më tha: "Hajde të dalim, të shijojmë paketën, vem në një disko." Vesha fustanin tim të vetëm të daljes. Ai ishte i lirë, pak i vjetër, por për mua ishte si armatur. Kur hym brenda, muzika ishte një stuhi me ritëm. Dritat prisnin errësirën si një diamant i çar dhe njerëzit dukeshin sikur jetonin një jetë që unë vetëm e sodisja nga larg. Në një moment që nuk e prita, ndërsa po kërkoja Arlindën mes turmës, u ndesha me dikë. Një burr rreth të 40-tave, i veshur thjesht, por me një prani që të pushonte krejt zhurmën rreth tij. "Më fal", më tha ai me një buzëqeshje të qetë. "S'ka problem", murmërita unë duke i shmangur syt që mos të dukesha e pasigurt. "Quaj Marku", vazhdoi, "dhe ti dukesh sikur je në vendin e gabuar ose ndoshta në ditën e duhur." Unë qesha ndonse nuk e dija pse. Ai fliste ngadalë, sikur koha priste për të. Në javët që pasuan, Marku më mori disa herë për kafe, duke qenë se numrin e telefonit ma mori që atë natë. Në fillim fola pak. Varfëria të mëson të flasësh me kursim. Por ai dinte të dëgjonte, dinte të pyeste pa më gjykuar fare. Kur pa duart e mia të çara nga punët e shtëpisë, nuk më tha "më vjen keq", por "ti je vajza më punëtore që kam takuar ndonjëherë. Kjo vlen më shumë se çdo gjë." Dhe pastaj një ditë krejt papritur më tha: "Më dëgjo, Entela, më lër të ndihmoj. Jo sepse ke nevojë, por sepse ke potencial." Ai më gjeti një kurs profesional, pagoi të gjitha tarifat, më siguroi laptopin tim të parë. Pastaj më gjeti një punë fillestare në një kompani shumë të njohur në Tiranë. Unë e shikoja veten në pasqyrë dhe nuk e njihja më, jo nga veshjet, por nga drita e re në sy. Një mbrëmje kur kisha marrë rrogën time të parë, këmbgula t'i blija një darkë për ata që rasja dhe të dilnim. Ai qeshi dhe pranoi. Atë natë, ndërsa pinim verë të lirë në një lokal të qetë, ai më pa drejt në sy. "Entela, ka kohë që dua ta them. Jam i dashuruar me ty." Kishte frikë se unë do të largohesha nga ndihmat e tij, por në fakt unë dridhesha për një arsye tjetër. "Mark, unë nuk kam asgjë. Unë jam askushi. Çfarë shikonte unë?" Ai mori duart e mia të thjeshta, të çara, të përvuajtura dhe më tha: "Shikoj vajzën më të fortë që kam njohur ndonjëherë. Dikë që e ndërton jetën nga zero dhe prap gjen arsye të buzëqesh. Kjo është pasuria më e madhe." Nuk qava, por zemra ime qeshi me zë. Këtë histori unë nuk e kisha pritur kur të më ndodhte. Ne nisëm të bashkëjetonim një vit më vonë. Marku nuk luajti kurrë rolin e shpëtimtarit. Më la të rritesha, të përballesha, të fitoja me djersën time. Më vonë, ai më propozoi për martesë në mënyrën më të qetë dhe më të bukur të mundshme. Një mbrëmje zakonshme, një ditë ngrohtë pas skena të mëdha filmash. "Entela, erdhi koha të jemi ekip për gjithmonë." U martuam në një ceremoni të vogël, më intime se sa një sekret i ëmbël. Tani jam ende ajo vajza e thjeshtë nga periferia, vetëm se kam shumë besim. Marku është partneri im, po fati im gjithashtu, dhe unë jetoj çdo ditë duke kujtuar natën e asaj diskoje kaotike ku u futa kot më kot dhe doli të ishte pika ime e kthesës në jetë. Sepse ndonjëherë jeta vjen me dritë strobo, por të ndryshon në heshtje, ashtu siç bëri me mua.